Më shumë se 2 muaj që ende i lirë ka marrë fund arratia për Daud Lazen, 49 vjeçari i cilësuar nga policia si një person me rrezikshmëri të lartë, u arratis nga burgu i Lezhës në orët e para të mëngjesit të 4 shkurtit. Daud Laze u arrestua nga shërbimet e komisariatit nr. 6 në Astir, fal informacioneve nga inteligjenca policore. Sipas drejtorisë së burgjeve, 49 vjeçari ishte arrestuar më 16 nëntor 2021 për veprën penale, dhuna në familje dhe më 4 nëntor 2024, gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë i kishte caktuar masën mjekësore mjekim i detyruar në një institucion mjekësor, sipas nenit 46 të Kodit Penal. Ai u arratis institucionit të posaçëm mjekësor në burgun e Shënkollit, ndërsa për këtë rast u arrestuan 3 gardian për shpërdorim detyre, të cilët u liruan më vonë. Pavarësisht kontrolleve intensive dhe shumës prej 10.000 euro të vënë në dispozicion nga policia e shtetit për çdo që jepte informacion, Daud Laze qëndroi 69 ditë i arratisur. Sipas aktit të ekspertimit psikiatriko-ligjor, 49 vjeçari Laze vuan nga çrregullim psikopatik i paspecifikuar, sëmundje që ka filluar shumë kohë më parë. Policia e Tiranës e ka publikuar dhe foton e tij pas arrestimit. Njoftohet se çështja tashmë e kalon në dorë drejtorisë vendore të policisë Lezhë.